për atyne që pejgamberi sa ka thonë Allahu me udhëzu një njeri në dorën tone është për ty më e mirë se krejt mirat e dynjës, se krejt begati që i ka të dynjoja. Andaj Allahu në madhëshëm e lusë që të na përsosë dhe të na përmirësoj moralin tonë, na mundsoj që t'jemi për atyne që më të vërtet atë që e themi edhe vepron, dhe të na mundsoj Zoti i madhëshëm që t'jemi në shoqëri me pejgamberin alayhis salam nesër në ditën e gjykimit. E them këtë çka dëgjuat, kërkoj falje nga Allahu xhallahu shanu për mua dhe për juve. Kërkoni edhe falje nga Allahu, se me të vërtetë Allahu është falë dhe i mëshirshëm. Allahumma amen. Allah i tesh për blet, për këtë davet, për këtë legjerat. Në shkojna me pyetje inshallah, në sup një kohë. Enes të këshyri komentat, unë me nërën për bajnë e pyetje hoqës. Okej. Hoqë, duna këtë pyetje, Allah e lëzob që këtë motrën, një motrë e ka bo këtë pyetje, unë nuk kam bolet dhe veshëm shkort, a do të thot kjo se s'kam moral të mirë. Ne e thamë se morali nuk përkufizohet në veshje edhe në një veprim të caktuar. Na nuk i gjykojmë njerëzit mbas veshjes tyne. Nuk jemi prej atyne që gjykojmë njerëzit prej kopertinës, po prej asaj që ka përmbajnë veten e tyne. Njeriu, edhe vesha, është një prej kodeve të etikës, atë mirësjelljes. Mirë po, asesi, nuk bëjmë me gishtë, nuk i thojmë dikuj që vesh shkurt, ose jo mirë, se ti je pa moralshme. Për faktin se ne nuk kemi të drejtë të akuzojmë asken. Prej gjunaheve të mëdha, që pejgamberi alayhis salam i ka numëru 7, prej tyne ka thonë me akuzu besimtarët e ndershme të pakujdesura. E kjo është pakujdesi, do më thonë, mu vesh shkurt e mos mu vesh mirë, është pakujdesi prej tyne. E ne nuk kemi të drejt me akuzu asken për moral, sepse e vetmja gjë që kërkon, tash nëse flojmë të aspekti moralit, një vepër të caktuar. Për me mbrojt derë në moralin e njerëzve, Zoti ka kërku 4 dëshmitar. Prandaj, ne nuk akuzojmë asken për amoralitet, nuk akuzojmë asken dhe nuk i bojmë askujt gisht se ti je pa moralshëm ose pa moralshme, pse ti po veshësh kështu ose po ashtu, po ne themi letjeta e si, ajo edukata jote e mbrëmshme, ai morali jot i mirë që e ki, le të reflektoj edhe në veshën tënde. Për faktin se ai që njeriu ka në zemrën e tij e paraqet trupi i tij. Kështu që na lutem Zotin që atë motër më udhëzu që mu vesh në mënyrën më të mirë që është e mundshme, mirë po asesi me bo gishtë me thonë se ti e pa moralshme. Zotin e rujtë. Allah e shpërbleft, Agja dhe një këshill për një motër, buri im kur nervozohet me ofendon, akuzoj dhe unë t'ja kthej njëjten ati me ofendim. Na fillojmë se lu Zotin e madhërisht që atë burr dhe çdo burr i cili ofendon gruën e vet, sepse nuk është burrni me ofendu. Nuk është burrni që njeriu me ngrit zanin ndaj bashkëshortës tij. Mirë po, nëse hasim në njerëz të tillë të cilët ofendojnë, shajnë, nuk duhet që ne të sillemi njëjtë sikur ata. Por ne duhet të lutemi që Allah me udhëzu ata dhe të mundohemi të bëhemi të durueshëm. Të mundohemi që atë të keqen e tyne na me kthy me mirësi. Prandaj, në asnjë mënyrë muslimani nuk ka drejt që me u kundërvy të keqës me të keqe. Për ato Allah i madhreshëm, kur në një ajet Kuranit na drejtohet thotë: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin." Shpejtoni, garoni, në kërkim falin e Zotit juaj. Në falin e Zotit juaj. Edhe në xhenetit, gjerësia e cilit është sa qetë dhe toka.
e që është pregadit për devotshmit, pastaj Allah i madhreshëm i përmend disa cilësi devotshmeve, një për ty në thot, wal kadhimin al ghayza wal afin anin nas. Prej devotshmeve në ata të cilët e përmbajnë idhnimin e tyne, e përmbajnë mlefin e tyne, edhe u afalin njerëzve. Prandaj, besimtari kështu duhet me qenë. Nëse burrit ka ofendu, lutu për to që Allah i me udhëzu. Lutu Allahun që Allahu me udhëzu. Po edhe këshillo, jo në të nervozën e tina, por kurdo që e shet që është momenti për me u këshillu me bashkëshortin, ose nëse në njërë drejt për drejt s'mundesh, lëshon një ligjërat në dëgjo, kishe për veti, le të ndëgjon edhe ai që ka të bëjë me mirësjelljen e burrit ndaj gruas. Mirë, po kurse si me e kthye. Allah i shpërblet. E në zbiba, duke se ke nëjësi tonë që di, ke shkrua nësë duke me leja banë. Selam aleikum. Alaykum selam. Aleikum selam nësë. Allah ju ruaj gjithve hoxh. Pyetjen e parë ku vllai e buni për atë motrën që kish parashtru pyetjen, tha çfarë morali, tha kam, tha unë nëse veshim shkurt dhe ti sqarove në disa pika. Allahu shpërbleft. Mirë, po nuk ishte puna të akuza. Kur ta marrim tjetra në anë, ajo është inspirim që me syt e tyre burrat bojnë edhe zina në shikimin e asaj e cila është vesh shkurt. E kjo do me thonë, a është e mirë e keqe? Do me thonë nuk është e mirë kjo, edhe në atë pjesë, nëse nuk është e mirë, do me thonë prek edhe pjesën morale. Jo të akuza, do me thonë akuzën e lojmanash, muslimani nuk bon akuza, mirë, po ajo është shkaktare që qindra, mia, burra e shikojnë dhe binë zina me sytë e tyre, duke e pa ata të veshun shkurt, dhe kjo i bjen atë pjesën e moralit keq, hoxh i nderuar, mëse e kuptoj jo. Allah i shpërblet, dëgjom. Une pyetje u parashtru pak më ndryshe, edhe unë edhe është përgjigje bazë pyetjes se e mora. Na nuk akuzojmë askënd, nuk i thojmë askujt se ti e pamoralshme. Kjo është e para. Çështja tjetër është çështja e veshjes. Se cila është rregulli i Islamit në veshje? Do thotë, na nuk pajtohemi që dikush me dal me veshje të shkurtë, me veshje provokative. Na e dim se pejgamberi sa me ka ndaluar një femër muslimane, edhe mbulume me qenë me qyt parfem, tepër sa mini njerëz dhe me shkon xhami. Do thotë, na e kemi rregulla, mirë, po nuk ke tema që na të bisedoj për këtë çështje. Na bisedum, pyetja ke, edhe unë përgjigjem bazë pyetjes se ne nuk e akuzojmë askënd për amoralitet. Përderisa ne nuk dëshmojmë se dikush ka bën një gjë të tillë. Mirë, po shumë dakord jam me ty se muslimonja, po edhe muslimani, në anën tjetër, duhet të ketë kujdes në veshjen e tina. Të mos jetë shkak që tjerë të binë në gjunahe. Mirë, po në anën tjetër përsëri, edhe të musliman, na e dim se Allah i madhreshëm ka kërku prej neve që na me ul shikimin. Apo? Shikimin. Ka dalë një femër e bukur në rrugë, edhe ti e ke po. A ke bo gjuna me shikimin e parë? Me shikimin e parë s'ke bo gjuna. Mirë, po gjunajnë e ke bo nëse ke kthy kokën ka hajo për herën e dytë. Këtu e ke bo gjunajnë. Pambarësisht veshës sot çfarë është. Mundet me qenë edhe mbulume me hijab. Se na sot edhe fatkeqësisht edhe disa motra tonë sot po mbajnë hijab. Mirë, po. Hijabin cilin po e mbajnë është një pikpyetje shumë e madhe. Apo? Nuk i takon i motrës me mbulesë, me u lyp, me u ngjy, edhe me dalë edhe këto live-et në për TikTok, edhe në për rrugë, edhe prandaj nuk po dojmë me hyrë në këtë çështje. Çështja është se hoxha, ne duhet vetë ta kemi këtë një çështje. Etika islame e parashën rregullin e veshjes. Dhe ne i ftojmë gjitha motrat që Islamin ta pranojnë përgjithësi. Zoti në Kur'an ka thonë, o ju njerëz, hyni në fen tërsi. Jo diçka me marr për Islamin dhe diçka me lon. Islami s'është kështu. Islami është Islami me marr komplet. Po, a janë muslimanët këtë shoh fatkeqësisht nuk janë. A mundemi këtë njerëzit mi bë tillë? Nuk mundemi. Po çka duhet me bëna? Ajo në është me fjalë të mira, me butësi, me i këshillu, e na është fjala jon. Është e sinqert, edhe prej zemrës tonë, përmes gjuhës tonë, depërton në veshët dhe në zemrat e muslimanëve në përgjithësi. Fatmirë, nuk po ndëgjosh.
A më bon Allah, hoxha, Recep. Hajde. Njëjtët e kam që të pyetje, është se di se dha numër është, pambules, me shkurt veshëm, di motra janë, anonim është kja pyetje, njëna është me mbules, hoxha, njëna është pambules, shkurt. Qa me ndonë hoxha ti në rrugë kur dole, ja ban dikush me dora, me feshlime, me sërë, kja kupimet morali kësoj me mbules. E këtë ju me dal me motër në rrugë. Dëgjam. Kjo e ka të ju me dal me motër, nuk ka problem, nuk i hub morali kësajnë nëse kjo del me një motër të vetë nëse është e pambulume. Të thot, nuk i hub morali. Mirë po, gjithmonë na duhet me kështë udhëzimi është në dorën e Zotit, o vllazni. Na nuk mundem njerëzit me i detyru me zërë me bo diqka. Mirë po, a ka motra që janë pambulu? Mirë po, janë shumë devotshme. Në atë aspektin e praktikimit fesë. Trujt në janë. Mirë po, a keme edhe motra cilat nështë janë me mbules? Apo? E pali namazën e krejt. Mirë po, guhën nuk e rujt. Kjo është moral. Të të me rujt gjuhën. Me thamë, Allahi nuk i shikon fort fizionom. Normal. Nuk du mu keq kuptu për një atyne që në ndëgjojnë, edhe besimtarve, me u keq kuptu se Islami neve në thot që vesh në qysh do në din. Jo. Islami ka regullat e veta të veshës. Dhe thot, aty e në regula. Mirë po, ne nuk kem të drejt me akuzu për amoralitet asken, nëse nuk është veshja që pas kodit islam. Edhe nuk kem të drejt mi qitë jashtë Islamit. Të thot, këto do të me kuptu. A në regull? Nuk është në regull e nëse del ashtu. Nuk është në regull. A mundu mi thonë se nëse kjo motra me mbules, e ka motra pa mbules, tash dyjat po dalin e kjo po hinë gjunaf se po, jo, s'mundu me kështu. Vajzën mundu është me pos pa mbules ndoshta. Shmundu është me pos në dikim. Apo? Ose motrën, ose tezën, ose halën, ose runa zot dikush e ka nonën e babën jo muslima. Apo? Këtash apo shme dal me nonën e vetë së është jo muslimane edhe është e zbulume? Ose nashtë edhe është muslimane, po Allah i ka desh fëmit mi udhëzu që princë janë udhëzu ende, a mi thonë nonës unë nuk dalë me ty në qarshi se ti je pambulume? Nuk kemi drejt kësisoj musil. Kemi drejt me butësi, mi u folë dhe mi këshilu që fjallë tona pastaj me lutë Zotin që Allah i madreshëm mi udhëzu në njërë graduale. Na nuk mundemi njerëzit. E pejgamberi sa pejgamberu ku. A ka pas qef e Butalibi mu bu musliman? Ka pas qef. Mirë po, që i ka thonë Zotin Kur'an? Inneke la tehdi men ahbebt. Ti nuk ullzon kënë të edhan. Walakin Allah jehdi men jesha. Allah ullzona. Kënda i jonë është me lutë Zotin për mi ullzu. Dhe të unë po këthena pet të pytja e parë. Pytja e parë ke. Nëse unë e dalë me tesha jo të mira, jo si pas parimeve fetare. A jam e pamoralshme? Jo, nuk të akuzoj për amoralitet. Nuk të themi që e pamoralshme. Kjo është qashtja. Ama a në regull ashtu me dal? Na themi se nuk në regull me dal. Nuk në regull me mu veshem, a i në familje më rana na kur po shkojmë po i kemi të lashët. Shkojmë me nej dikun, kemi plot që nuk i kemi të bulume në familje tona, apo? Të motrat, të hallat, të tezet, të dajte. E të është, a mos me shku të farefisit pëse motra em nuk është embulume, ose tezja nuk është embulume, ose halla nuk është embulume. Me i këput mardhonjët farefisnore pëse nuk kemi drejt një gjati. Prandaj, kjo është qashtja. Që mos me... La është problem, të gja, që kena dhe pytje shumë, la është problem, të gja. Po mundohet me konë ma shkurë, Po. Inshallah do ta morë me një temë, inshallah për mbëlejtë në gjatë. Inshallah. Edhe zbiba, Po. Hoxha thot, namazet që i falim kaza thot. A pranohet thot, nëse kam dëgju një hoxh thot, që ka thonë, nuk ka sevap namazi kaza. Edhe një herë? Për namazit të kaza. E ka nëgju një hoxh që i ka thonë s'ka sevape për namazin kaza.
Shiko, namazi kaza do të me kuptu se kur bëhet dhe çka është namazi kaza. Fjala qada në arabisht do të thotë me kompenzu. Muslimani duhet me qenë i kujdesshëm namazin e tij, mos me lënë me ik namazet. Po nëse një njeri nuk është fal 20 vjet, 30 vjet, 50 vjet, edhe është udhëzuar ka filluar me fal namaz. Këtu nuk ka kaza. Këtu fal nafile. Shto nafilet tua. Shto namazin duha, të jetën mesgjidin, shto namazin mas abdesit, shto namaz nate, shto namazin nafile sa të dush. E lutë Zotin e Madhërisht pastaj që këto nafile Allah mi kompenzu dhe mi shëndrun farze. Mirë po. Nëse ty të kanë kalu namazet 10 vjetë, 50 vjetë, 20 vjetë, nuk ka kazon këtu. Allah nuk kërkon prej neve vështirësi. Kjo fe është e letë. Nuk thot Zotit i 50 vjetë se folë të është dush 50 vjetë mi kompenzu. Jo. Po ne vazhdojmë aty ku kemi bo tëube. Se pejgamberi sa më ka thonë tëubja e fshin ato që ka kalu për para. S'kemi mo namaz kazon ato. E thash, kazaja kur bohet? Për shembull, ty kazon gjumi gjatë një namazit. Kero me flajt, për e zonë, mas e ke fol namazin e drekës, edhe s'ka dol gjumi deri në akşam. Ka kalu namazi i kindis. Këtu i kindin e bën kaza. Këtu e bën i kindin kaza, dush me fol. Bile fol para se me fol akshamin. Ose, e zonë, ke qenë smut, ose të ka ndodhur një rast, diçka emergjent që të ka ik namazi. Këto e kompenzon. Mirë po jo të ka kalu një namaz mas një avditës muslimonës, zhvën mi kalu namazi. Na nuk flasim për muslimat mi kalu namazi, fale namazin, ose, valla, shkova me nejtë e dojtë, aty shfalet kërkosh, nuk po qona mu falë, hajtë se i fali masanej mas namazit jatësis, ose jo, muslimoni që nuk bërë me vëvru. Këtë forë nuk ka kaza. Për këto e gjunahqar. Pse nuk e ke falë namazin? Ato dush mi falë masanejnaj, mirë po, do t'jesh gjunahqar. Dhe më thonë, kjo është sa i përket çështjes kazas, nuk ka ndryshe. Atëherë hoxh, një pyetje tjetër kemi, thot një motër këtu du me shku me burrin bashk për umre, thot, po du me marrë edhe djalin, po djali domethënë nuk është i udhëzuar, edhe inshallah Allahu po bëhet sebeb për ty domethënë për udhëzim. Çfarë më bëhet thot, është mirë me marrë. Djali është musliman. Thot, po besoj, po thot nuk është i udhëzuar. Djalin ti e ki obligim me këshillu, me mësu edhe me marrë me vetë edhe në që në umre edhe në haqë edhe absolut, mere, Allah e udhëzoft. Japim fjalën ti vllajt Abbas të poshtë ka hip sipër me bëj pyetje. Po, Dren, ai këto. Derisa të përgjegje Drini, unë e kam një... Po, si do më në kemë, pasë fatë mirë. Ma bosh kanal, vazhdo, pastaj ja ban. Inshallah. O gjo, a mund të shkoj në darsëm kur përzien familja bura dhe gra të zveshra? Molla, unë mendoj që mos me shkue. Unë mendoj mos me shkue, ndarës me kështu të tilla të përzime, me muzika, me gjana, me sene, ma mirë është me u largu për kësa gjotë. Te, nëse dikush për familjarëve ka një darsëm t'il, shko para prakisht uraja darsme, edhe i kërkon falë që unë nuk munden me marë pjesë këtë darsëm, kështësoj, edhe ma mirë është me i refuzu darsëm të t'il. Allah, të shpërblev të gjahë. Dren, a i gati ti? Po, selam aleikum, lë zotin t'jeni mirë, e pa që mshira qohë mbi pejgamberin tonë, dashur Muhammed Mustafajn, e familjen e tij, e gjithë pejgamberët e sahabëtina, e familjen tonë, e gjithë shoqënisë tonë. Hoxhë nderuam, pyetja ke rreth moralit. Po unë mendoj që na ka ardhur një kohë që çyri ka cekëll pejgamberi që po na dhon fjalën, po na tradhtojnë. Na ketë veç po vjen. Po vetëm këtë temën shumë mirë që keni thonë jo, unë pëlqej shumë edhe për ata desha më kyç me ty, Zoti trujt është përbleft. Pyetja ime është shumë e thjeshtë, hoxh. Pa marr parasysh si veshën vajzat,
neve a dojmë, as dojmë, syni përshkon, që kjo është voja apo pula, në këtë rast. Ma bosh halal, ti be kupta që po thamë. Mirë, dëgjoj. Allah i shpërbleft. Jo veç këtë kohë, po prej se është kriju njeriu, femnat janë sprova më e madhe për njerëz. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, mas shumë të që frikohem ummetit tem, mas meje, dhe të thotë, janë gratë. Sprova në gratë. Por, Allah i madhreshëm për këtë, neve në ka porosit që me ullë shikimin. Muslimani duhet me ullë shikimin e ti. Edhe prej mirësisë të islamit nuk është, po thëmë, veç me hi me fal namazin ku të shohi njerëz. Pa jo, morali mirë i muslimanit shihet pikrisht në disa çështje që nefsi i dën, edhe ky bën sabër në to. Prandaj, pejgamberi alayhis salam kur ju ka thonë shokëve, mi garantoni 6 sene, kam jau garantu xhenetin. A përdojnë gjenetin. Garantojmi 6 sene, po ta garantoj gjenetin. Për aty në 6 seneve ka thonë, ullin e shikimin. Ullin e shikimin. Andaj Allah, na jemi të mushme me të rëthum me sprova. Nuk o ndorën tonë udhëzimi njerëzve. Edhe na nuk mundëm me u izolu prej njerëzve. Pejgamberi sa më ka thonë, ma i mirë për jush është ai i cili përzihet me njerëz, po edhe ju bën sabër atyne sprovave tyne, mundimeve tyne. Prandaj, na si musliman, kemi me hec lirshëm, kemi me hec punën tonë, kemi kry punët tona, kemi me ullë shikimin tonë, kemi u mundu që me moralin tonë dhe me sjelljen tonë, mu bo shkak që nashte edhe qajo motër, ose një vëlla i cili edhe na ofendon, po edhe ndoshta në rrugë sillet jo mirë, nuk veshet mirë, mu bo sebeb që na me kon shkak që ata me udhëzu. Mirë po jo na musliman fatkeqësisht, se tash na duhet me kritiku pak edhe vetveten tonë. Gjithmonë duhet me kon kritik edhe për veten tonë. Na duhet me thonë vetit që po lakmojna. Po lakmojnë, po na shko syni në çato. E shpesh herë na i njerëzit u thonë, a bre Zot, edhe hoqë edhe Zoti, edhe ato që është e mirë, Zoti se ka ndalu. Zoti të mirën se ka ndalu. Mirë po Zoti ka thonë që ti me rujt shikimin tonë për asaj që nuk takon ty. Kjo është muhabeti. Në sen që nuk është e jotja, edhe që nuk takon ty, ti duhesh me e rujt shikimin tanë. Andaj, na duhet më mundu, s'kem nevoj kërkuj me thonë, a voja, a pula, a kjo, ashtu, e jonë është mi ka dhu që kjo islam më kam shumë mu qështu. Na shpesh heri shojnë për shambull, në disa kompeticione, disa vlazni, disa muslimanë në përbot, në evente sportive. Apo? Shkon fejni, disa muslimanë në përbot, në evente sportive. Apo? Shkon fejni, mos shkon qatu vende ku janë në qatë formë të veshne, edhe ruje vetën tonë. Zotë edhe mas mirë, për mos me të prun këtë farqashtje, unë nuk isha desh me zgjerum, që tha edhe vlla Fatmiri, inshallah na i det mune me diskutu një temë jashtëzakonisht sa i përket çështjes së veshjes, edhe për djemtë edhe për vajzat në islam se si përket këtij punë. Allah e të shpërblet, Hoxha, a është mjeka jetë e moralit të buri? Mjekra është pjesë e pandashme e burrit. Është ajo për cilën Aisha radhiyallahu anha ka thonë, Allah i ka hieshu zemrat, fytyrat e moshkujve me mjekra. Mirë po na nuk e themi njëri që s'ka mjekër ti e pamoralshëm, apo? Nuk i themi, po i themi se mjekra është pjesë që dallon burrin prej grus. Prandaj na
e dim se mjekra është për sunetit pejgamberit a.s. Edhe sunetit pejgamberit, kur flas sunetit, do më thonë për traditës tyne që ata e kanë baj. E na si musliman, nëse themi se Muhammedin a.s. e kemi model, shembull, atëherë edhe pjesa është pije, edhe mjekra është kjo pjesë e përcjelljes dhe respektit dhe marrës si model Muhammedin a.s. jetën tonë të përditshme. Mirë po nuk të bon më të moral që mjekra. Këto do të me kuptu. Allah e shpërblet. Dhe hoqë. Nëse mjekra dhe kërkon edhe prej keqeve, seneve, sa qërëki muslimani si ka jeme mjekër, për shemë. Mirë, e shikam. Qa përdojnë? Dëgjom. Na, e tash, po himi në çështje tjetër. Apëtan, muslimani me mjekër e pa mjekër du të mënojnë për punëve të këqia. Namaz është ai cili Zoti ka përmend Kur'an që namaz është ai që na ndalon për punëve të këqija. Apo? Mjekra është simbol, është një identitet i joni. Është një çështje që neve si musliman normal na dallon. Mirë po. A ka plot edhe si me mjekra që i bëjnë keq? Ka. Po nuk duhet me qenë mjekra barometer. Mirë po. Mjekra na nuk e bojnë për mi u thonë njerëzve që unë jam musliman. As namazin nuk e folim që mi u thonë njerëzve unë jam musliman. Po na, edhe mjekrën, edhe namazin, edhe çdo punë cilën e bojmë, na e bojmë që mas pari me kënaqë Zotin tonë. Andaj, njerëzit, është e natyrshme kur na shohin me mjekra, apo na këshyrin me një sy tjetër, edhe presin prej neve që na me konë më ndryshe, me konë më të mirë. Po, kjo do të me na bo më të përgjithshëm, apo? Do më thonë, me pas një përgjithësi shtesë për asaj që mos me e turpnu mjekrën tonë. Qërë këta me mjekra që ka po bojnë. Nëse ki mjekrën, atëherë dush me konë më i përgjithshëm për veprimet e tua, për sjelljet e tua. Mirë po, po thëmë prapë, nuk na bën më të moralshëm se dikush që nuk ka mjekrë. Hoq, po të me bo pak si në humor këtë fakt punë e mjekër. Ka dal. Ma falë. Ka dal apet. Mos del për para, mbellëm i bërë. O gja, Po, kam një shok musliman, fal namaz, po për fat të ketë ngenjen shumë, si të veproj me ta. këshillo që nuk duhet me gënju muslimani. Ai pejgamberi alayhis salam kur i ka pyet sahabët, a pin alkohol muslimani? Ka thonë pin alkohol. A vjedh muslimani? Vjedh muslimani. A bon zino muslimani? Bon muslimani zino. Se këto punë janë gjëra të mëdha. Mirë po nuk nxjerrë për Islamit. Mirë po ka thonë a rën muslimani? Nuk rën muslimani. Musliman edhe me rrejt nuk bën. Edhe musliman, edhe me rrejt nuk bën. Prandaj na duhet kemi kujdes që fillimisht na të mos rrejmë, po edhe t'i këshillojmë edhe ata që rrim me ta, ju ka thënë që nuk ka në rregull me fal namaz dhe me rrejmë. Që ky namaz që po e bën, e s'po të nol pi rrejmë, pejgamberi alayhis salam çka ka thonë? Ruajuni prej rrënës. Se rrëna çon të punë të këqija. Domethënë, kur them të punë të këqija, të morali keq, të tëna të këqija çon rrëna. E punë të këqija masanena ku të çojnë? Në xhenem. Allah na ruaj. Me këshillu ato që s'mon me rraj. Sa të mirë ka probleme internetin. Si duket. Po, atë vazhdojmë me pyetjen që kisha radhës unë, bro. Një motër thot, neve thot, si da falim, si mund të falim namazin e gjumas, mund të falim 2 rekat në shtëpia, a 4, do më thonë, namaz normal të drekës. Femnat nuk kanë obligim gjumaje. Nëse prezentojnë xhami e falin gjumon sikur që e falin edhe burrat,
Mirë po në shtëpi, fali namazin e drekës të rëndat. Allah shpërblet. Enes. Hoxha. Una. Fatmir, nuk ke internet, Fatmir. Apo ndëgjon në tash? Po bllokohesh vazhdimisht. Nështë edhe koha që shtotrone. Pyqes? Ja. Qetëso, Fatmir, se po ja bëj unë pyetje të hoqës. Atë hoqë, thot, mi majt flokët e gjatë, thot, është për sunetit profetit alayhis salam? Po kanë transmetim se pejgamberi alayhis salam i ka bajt flokët e gjata, mirë po jo me të i kalu supet. Do thot, deri këtu. Në këtë pjesë, po, mirë po me të i kalu supet jo. Është e lejuar me bajt flokët e gjata, edhe nuk ka pengesë në këtë çështje. Pyetje ishte hoxha, është sunet ajo. Shiko, nga njerë çdo veprim që në ka bërë pejgamberi sa më sunet, nëse ti e praktikon për me bë sunetin, inshallah arrin sevapin e sunetit, pa kur fartelashje. Mirë po nuk është një sunet që pejgamberi sa ka urdhnuar e ka preferuar për një gjë të tillë. Ai vetë i ka pas, edhe ndryshe është për shembull te mjekra. Kur ka urdhnuar për me lshu mjekra. Ka thonë shoni mjekra të shkurtoni mustaqet. Kurse te flokët nuk ka bën një gjë të tillë. Prandaj nëse dikush mendon dhe thotë se unë po du mi rrit flokët për shkak se është suneti pejgamberit alayhis salam, atëherë inshallah kemi arrit sunetin që ti e ke synu. Një vlla këtu e ka pyetjen po ke mjekra, edhe po thotë hoxha, thotë edhe nëse e ka problem gruaja mjekra, thotë ç'a më bë. Edhe një herë, Nëse gruaja ka mjekrën problem, ç'ka më bë? nëse gruaja ka problem mjekra, po duhet mësu gruaja me mjekër. Se ka problem, duhet me mësua. Nuk e ka problem, po duhet me mësu. Unë e bona këtë pyetje hoqë. Unë e bona të ishte me relaksu pak. Jo, sot e lashe. Gruaja duhet më mësu me burrin e vet, edhe duhet mi realisht problemet e na qëndron që nga një herë nuk po dim ju qasë dhe grave tona, bashorteve tona, se si me to me punu. Shpesh herë thot dikush, malla, gruaja nuk e pëlqen këtë ose atë, unë s'po di çka me vepru. Po ai e ul ndonjëherë me bisedu me gruan tonë, atë çka i pëlqen asaj, çka të pëlqen ty. Uluni në bisedoni, sharoja, nuk është thjesht veç, valla, gruaja refuzon ose burri refuzon. Por është mirë që burri dhe gruaja të kenë komunikim në mes vete për mi zgjidh problemet e tyre. Për me asaj, prandaj duhet më mësu gruaja me mjekrën e burrit. Atë hoxh, a lejohet thotë me fal 4 sunete para farzit xhumas? Po, jo 4, po edhe 6, edhe 8, edhe 10, nuk është problem. Sahabët e pejgamberit sa kanë shkuar herë në xhami, edhe kanë fal nafile derisa ka ardhur pejgamberi sa me ka hyrë mimbar. Nuk është problem. Mirë po, unë këtu tash e kam një vrejtje të disa vllazni. Shpesh herë jam mundu që edhe përmes ligjëratave në hyjtve me e përmend. E kuptoj, hyjnë në xhami pak më herët, i falin 2 rekate dhe ulen, lexojnë Kur'an, Allah i shpërbleft. Mirë po kur thret ezani i parë i xhumas, rrin ulen dhe nuk qohen më fal. Kjo është gabim. Është gabim. Pse po e them gabim? Fillimisht pejgamberi sa më ka thonë me çdo 2 ezanave ka namaz. Prandaj, nëse është thirr ezani, edhe ka hapësirë deri në ezanin tjetër, atëherë ngritu dhe fali 2 ose 4 rekate namaz nuk ka të lashe. Nuk ka sunet i xhumas, i thojmë sot. Mirë po ka sunet para xhumas. Ka sunet që sahabët e pejgamberit dhe sa me kanë praktikuar dhe kanë vepruar një gjë të tillë. Prandaj nuk është e drejtë që ne të qëndrojmë ulën në xhami ose të bisedojmë me njëri tjetrin, kurse të tjerë të falen e ne i pengojmë.
ngrit të fali 2 rekate namaz. Është më mirë. Se sa më nejt ashtu. Atëherë hoxh, është pyetje për sa i përket votimeve. Allah të shpërblet. Sa i përket votimeve, thot vllai, a mundemi thot ja ta Ani, ajtë s'është problem, të shohim. Nuk ka Jo, problem. se s'ka, është gjë e normale, kjo që ka ndodhur. A duhet votojmë thot një, domethënë që nuk është musliman, po është më pakët, domethënë zullumqar. Ja, Sjell më pak dëm, domethënë. në çështjen e votimeve këtë në aspektin fetar na gjithë e di. Se si qëndron, nuk po du me me elaboru këtë çështje. Mirë po. Nëse ne, do thot, në mesin e 2 të këqijave, na ipet mundësia me e zgjedh, atëherë duhet me zgjedh ato që është më keq, më pak e dëmshme. Domethënë, në mesin e 2 të dëmshme, 2 të këqijave, zgjedh ato që është më pak e keq dhe më pak e dëmshme. Allah e di më së miri. Këtë e kanë vepruar edhe sahabët, se mos gaboj, apo jo? Pikërisht është kështu. Pikërisht është. Okay. Mirë ti, derisa të bëj gati pyetje tjera, nëse ke. Po, o gjë, një motër sa po e ka bo një jetë bolesë që një javë gjithë, ka problem me nonën e vetë. Po. Nona i thot, nona ime me thot, ke ko për bolesë, mos u plak para kohës, çfarë të bëj? Një këshit për dëmë këtë e gjë. Edhe mesht, unë e lu Zotin që atë nonë me udhëzue. Një. E dyta, kjo motra, tash nuk e di moshën e saj. Por, është mirë që më ullë me bisedu me nonën e vetë. Me këshilu nonën e vetë. Edhe me i tregue nonës të vetë se çka është mbulesa. Se unë e di se shumë për muslimanëve, përgjithsisht prindë, nona, baballar, që kujdojnë se nëse mbulohet vajza, ajo ka më shtyp, ajo ka më jo. Përkundrazi, duhet më tregu se mbulesa është ajo që ka me ngritë dhe ka me e lartësu edhe në mesin e njerëzve, po edhe te Allahu xhallahu xhallahu. Prandaj, unë nuk jam i thari asaj që asnjë fëmijë, qoftë djalës e vajzë, kur dënë me bon një veprim në islam, qoftë me fillu namazin, me shumë mjekrën, me qitë mbulesën, me bo këtë njërë demonstrative, njërë që unë e se ves kërkonin. Normal, na, kur jënë qashtjet e fes, edhe ato urdhat e prem të fes, farze, a nuk, kur të fimë moshën madhore, nuk kemi çka me vetë asken. Mirë po, a duhet me konë të kujdeshëm? Po, duhet me konë të kujdeshëm. A duhet me konë të butë? Duhet me konë të butë. Edhe duhet me mirësi mu ullë që me bisedu. Kështu që, une e këshilloj këtë motrën, mu ullë me bisedu me nonën e vetë, mi tregu nonës vetë, çka është mbulesa, pse po don me qitë mbulesën, cila është edhe me i tregu nonës vetë, edhe për islamin. Se njerëzit nuk e njohin këtë fe. Se vallahi, si kur ta njohin këtë fe, nuk kanë me kundërshtu as njëherë. Mirë po ka njëherë, unë po thëmë, fatkeqësisht ne jemi bo shkak me disa sjellje tona, me disa veprime tona ngutshme, që nashta tjetë me pas një lloj averzioni, tjetë me na këshyr pak më ndryshe. Kështu që, është mirë mu ullë me bisedu, është mirë mu këshillu, mu konsultu edhe mi tregu se vendimi është pastaj. Ju e dini se në Perëndim, anene, si ti bon 18 vjetë fëmija, mas nona as baba, nuk mundet me ndalu pi veprimeve të mi bo që ajo i ban. Prandaj edhe në këtë rast, nëse ka hyrë moshën 18 vjeçare, s'po thon moshën madhore, se te na mosha madhore nuk është me 18 vjet. Apo? Po ka hyrë këtë moshën e kësaj faze 18 vjeçare, e në tutje, është mirë. Jo mi thonë nonës, unë i ku bo 18 vjetë e nuk të veti më ty. Jo. Nonën e babën kimi vetë derisa t'ju jep Zoti ymër këtë dynja. Mirë po mi këshillu, me fjallë të mira dhe mi kallëzu se kështut Allah i madhëshëm në kallëzu. Allah e shpërblet të gjë për këtë përgjigje që e dhove. E kam në pyetje,
Gjërma, bani një orën, Allah. Problem Fatmir, problem. Gjemat bojni follow dhe hoqës, të desh me thonë. Ka problem me internetin. Ja. Po, Fatmir, po kip të lashe me interneti? po në të gjërë tash. Po. Ja. Më ngecme. Hajtë po vazhdojmë. Hoqë thot, po hyt bia kokanis thot, e me i fal njeriu thot mes dy ezaneve thot. Synetet. Po, dëgjoj. Edhe nëse ka fillu hyrja, edhe ke hyrë në xhami, nuk bën më ul pa i fal 2 rekate. Pejgamberi alayhis salam ka qenë duke mbajt hutbën, edhe një sahabi ka hyrë në xhami edhe shtu ul. E ka ndërprer hutbën edhe ka thonë, a je fal? Ka thonë jo. Ka thonë çu falu pastaj ulu. Edhe këtu ne e dim se është prej farzeve me ndëgjue hutbën. Obligimeve të xhumas, prej kurseve të xhumas. Shpesh na thonë po me ngu hutbën o farze mi falin 2 rekate o sunet. Po, mirë po ti fali 2 rekate po mos e zgat shumë. Kënë sa ma pak Kur'an, mirë po ruqune dhe sejtën me i bo mirë, drejt, edhe pasaj ullë dhe vazhdo në dëgjimin e hutbës. Hoxhë thot, a është haram thot me punu me një kompani thot asistence rrugore. Shika, kompanitë që mbojnë asistencë rrugore, fillimisht vetë punën to është me unimu njerëzve. Mirë po, puna në të kompani, unë nuk mëj me thonë se është haram. Por, a bën me bo pjesëmarrjen këto asistencat rrugore është një çështje tjetër. Do të puna si punë, ti e bën punën tonë, mirë po, a bën me bo asistencë rrugore, e kjo është një çështje tjetër cilën nuk po du tash me dhon përgjigje për këtë, për faktin se si asistencat rrugore, si sigurimet, si gjitha këto, domethënë janë çështje të cilat ka fjalë të ulemaja dhe nëse janë domosdoshme për më bo asistencat edhe s'ki tjetër rrugë ose me bo sigurimin, ka fjalë, kështu që unë nuk po du me hynë këtë temë, sepse është temë shumë e gjatë, por them që më parim nuk ka të keqe me punu, po dikush thot po mirë, nëse ka dyshime në pjesëmarrjen e kësaj asistence e qysh me punu. Tash njeriu që punon aty, do thotë ai e punon punën për me fitu me njerëzën e vet. Është vozec, është mekanik ose çfarë do punë tjetër që bën, mirë po prapë po them puna si punë nuk ka pengesë, asa e përket pjesëmarrjes është një çështje tjetër këtë. Fatmir, atëherë ne kemi vetëm një pyetje të fundit, nuk e di a ta lejojmë Hoxhën, ti e din, si ne bëjmë. Them se Hoxha do të me u liru të listë e shëllovon. Hoxha, si me kohë, Hoxha? Une valla me kohë nuk jam mirë, edhe një 5 minuta kishë mujt me nejtë bashkë. Se ti s'ke as internet, Fatmir. Po, Hoxha. Po, unë kam problem me internet, po në shkom të gjenë, Hoxha. Po, Edhe të një gjepë. pyetje e kam unë në të fundit të. Hoxha, a mund t'i besoj një personit i Ja. Fatmir, shënoj e pyetje nëse dërgoj e nesit edhe ma dërgon pyetjen. Hajde, ta bëjmë pyetjen ky vllai Femi, pra, me që erdhi. Aleikum selam. Ma bani Allah se unë nuk po të kush ma pyetje, po Fatmiri ma dërgoj edhe pranova me Okej. respekt. Okej, kam unë një pyetje këtu poshtë, nëse s'ke pyetje. Thot, a lejo, thot kjo motra, Hoxh, me i thon burrit pak të me shkurtu pak mjekrën, domethënë. Me shkurtu mjekrën. Jo me heq, me shkurtu pak, se mas asaj po i përqen. Sa me shkurtu.
mos me kalu, do më thonë, edhe me dalë do më thonë haram, do më thonë. Me nejtë ke suneti. Mirë. Une në këtë çështje nuk Që ka të gishti, do më thonë. unë nuk isha me thonë bën ose s'bën për faktin se çështja e mjekrës, do të thotë këtë varë se si njeriu e percepton. Mirë po. Ata cilët e mbojnë mjekrën, qoftë madh ose të vogël, gjithmonë duhet të jenë të kujdesshëm për mjekrën e tyre. Ta mbojnë pastër, të kujdesen për pastërtinë e saj, për dukjen e saj. Dhe mendoj se kur grus i pëlqen burri, i pëlqen edhe mjekra qoftë e shkurtër ose e gjatë. Po mos i gjon ai behane tjetër burrit e mjalon fajin mjekrës. Zoti rujt. Okej, Allah ta shpërblet hoq. Amin. Pyetjen e fundit është kjo Fatmire që më ka dërguar në privat. E ka bo një... pyetjen, Enes. Po e tërgoj. Hajde. Po e tërgoj, vëlla. Do më thonë, thot, një motër më duket se është kjo, po thot, a mund t'i besojmë një personit i cili ka moralin e keq, do më thonë, nuk ka i moral të mirë. Cili është barometri që ti e din se një person ka moralin e mirë ose të keq? Tash. Nuk e di, ai mbas ajo din që është moral keq. Jo, nëse na ndëgjon, le të përshkruan. Mirë po, kështu. Po du me përmbyll këtë çështje me këtë. Na tham, fatkeqësia më e madhe e muslimanëve sot është kur bojnë gisht të morali muslimanëve. Thot filoni është moral prishur. Mi thonë dikujt moral prishur, ti dush me pas kujdes. Për faktin se nuk takon ty që me fol për moralin e askujt. Për me ditë se një person e ka moralin e keq. Themi, a ke po duke bo zina? A ki dëshmitar për këtë? A ka gënyu? A të ka tradhtu? A të ka mashtru? Çfarë veprimi imoral ai e ka bo që ti po thu se filoni nuk e ka moralin e mirë? Po thot, për shembull, natyrisht, nëse kemi fakte që është morali i prish, do më thonë, i pist, nëse kemi fakte, thot. Që ai ka një moral. Na thamë që moral nuk ka veç zinoje, gënjeta. Moral është krejt jeta e njeriu. Drejtësia, besnikëria, sinqeriteti, sjellja e mirë, respekti ndaj njerëzve. Krejt këtu janë pjesë të moralit. Tash, me i thonë dikujt është moral prishën, na me të vërtet duhet me pas kujdes. Mund ta ketë edhe ke, do më thonë, që mund t'jetë gënjeshtar. Mirë, dëgjom. Problemin e kemi na muslimanët ka njëherë se di me bo akuza ndaj njerëzve me fjalë të tjera. Për shembull, une e kam dëgju dikën për njërin të fol keq, edhe pa e vërtetu lajmin heq, vije dhe flas me tjerë, thënë vallajn, filoni është be çështo. Po ku e more vesh çështo po flasim për ta? Shiko, kjo është e rrezikshme. Muslimanit nuk i takon një veprim i tillë me bë. Mirë, por nëse na dim se dikush, për shembull, gënjen, e ka ndaj vest keq, mundet me pi alkohol, ose e ka ndaj vest keq me lupi gjaz, ose nashta edhe dikush e ka një vest keq që mundet me kon amoral në aspektin e zina ose punëve tjera. Na çka duhet me bë? A duhet me gjuat njëri dhe me thonë ky njeri ka kështut? Jo. Po duhet me këshilluat njëri, se kjo fe është këshill. Kjo fe është këshill, na duhet me marr atë njeri, me ula afër vetit dhe me thonë, o vëlla, kështu nuk bën, përmirëso vetën tonë. Muslimani, a tham, prej moralit muslimanit është mja desh tjetrit atë që adon vetë vetës drejt. Apo? A dina ai njeriu kur ka ardhur te pejgamberi sa një djalë i ri dhe ka thonë ja Rasulullah. Këtë punë të Islamit po i pranoj, këtë veç ka
grati du shumë, shmëj me nejt pa to. Pa buzinon. Sahabët e pejgamberit e zonë kanë desht një vërsull, edhe me emyt. Pejgamberi zonë ka thonë nalë, bre, ka thonë, nalë nëse s'bon kështë. E ka afrua djallë nga dveti, ka thonë o djallë. Ti, kur do me bua këtë punë, ki me shku nonën e dikujnë, motrën e dikujnë, tezën e dikujnë, hallën e dikujnë, vajzën e dikujnë. A ki qep dikush ty këto me t'i bo? Jo. Këshillon këtë formë. Na duhet njerëzit nëse e dim se kanë një vest keq. Edhe së cili njeri ka vest keq. Edhe na që jem këtu nështë kemi një vest keq, që dikush në edin. Apo? Po është mirë që na më ure me këshillu, ama jo me bo këshillën publik. Jo me dojnë publik e me dojnë vala ho që shtu, jo. Ti e din se dikush e ka një vest, që nuk është për moralit mirë. Thu, po do me pi një kafe me ty, ullu me ta biseda. Edhe këshillu që qatë vest duhet me hjek. Nashta nuk e din që e ka. Ka njërë ju vepron në afekt dhe pa ditë senet. E ka nevoj që dikush me marë për dorë dhe me këshillu. Pse Allah i madresha në surën Asr, kur ka thonë, kajt njerëzit janë të humbur, apo? Innel insane le fi khusr. Me të vërtet njeriu është në humbje. Mirë po i ka zgjedh 4 cilësit njerëzve të cilat njeriu e nxjerrin për kësaj humbje. Ha? Wa tawasaw bil haqqi. Me këshillu njëri tjetrin të vërtetën. Prandaj është obligim joni me u këshillu. Me këshillu njëri tjetrin, me ul njëri tjetrin, me fol me njëri tjetrin. Edhe mu mundu që na njerëzve mi u tregu se kjo nuk bën. Nuk kemi drejt nësë një formë me thonë, valla kjo moral prishtën e së rrimë ta. Po nashta, me qatë moral prishtën që ti po është moral prisht. Ka mirësi që vetë Zoti e din që ka në zemrën e tina, ti ullu me to këshillu, nashta Allah i të bën sebeb që Allah i me largu pja se punët keqet se na i ka. Allah i na uzov të tonë. Allah të shërbler të oqë. Amin. Më thonë, me ury me katin e jo atë që me katon, dhe më thonë. Shumë drejt. Na urrejmë mëkatin, na urrejmë veprën, ama jo njerin. A ka mëkat më të madh se mi thonë Zotit ki djalë. Apo? Pa nuk duhet me nejt me të krishterët na më ule dhe me thonë ati na mi këshilluë se çka na mëson kjo fe jona. Pejgamberi alayhis salam, ai ka thënë sahabët e vet te në Gjashiu atje. A qeni krishterë ka thonë është i drejtë. Ha? Ka thonë është i drejtë. Prandaj, Allah i na udhëzon gjithëve, na secili nuk kemi perfekt as të një gabime kemi secili. Vetë Zoti din se çka kemi në zemrat tona, prandaj na lutim Zotin e Madhreshëm që më na udhëzon. Më na pasur zemrat tona, më na përmirësu moralin e jetën tonë. Më na bë shembull të mirësisë dhe devotshmërisë para njerëzve dhe para gjithëve, edhe na mund të thotë Zoti që më kon shembull që njerëzit përmes neve me udhëzu në këtë dynjë. Edhe për pasardhësve tonë. Allah i madhëshëm i bovë që me qonë për atyne që fali namaz, e në bën mundësi që ata pasardhësit tonë me qenë ata që kanë me qenë të udhëzu me dhe tjerë, kanë me i udhëzu në rrugën e drejtë. Zotë ju shpërblet gjithve për mundësi. Amen. Edhe pse unë e Fatmirë t'i kam thonë që shpesh herë i ndëgjoj lojve, pak si pra pasken kështu duke mos e duk, po më duke tash mas këtij lojvit, sigurisht se keni me po ma shpesh. Po si dhe qoftë, kur dhe që ka nevoj, pavarësisht edhe ligjërimit, po edhe ndonjëherë mu kyç në ndonjë pyetje, ne jemi inshallah, më shënoni, unë nuk pritoj, nuk hezitoj, edhe Allah në lutë që të na bëj dobishëm për gjithë, dhe na mundsof që këto tubime, këto ndenja, këto takime dhe virtuale që janë, Zoti t'i bën dobishëm. Amen, Hoxha. Po thojnë në Hoxha privata, mund me t'i bo pyqet në TikTok? Munën më bo privat pyqet në TikTok, nuk ka problem, mua jep edhe numrin e telefonit, nëse ka dikush të përmes telefonit, nuk ka kur farë pengese. Se ma shumë tjere do pyqet si më ka nërë Hoxha anonim, më ka nërë si më smjam të regu emna të po din. Lirisht, nëse dikush ka ndonjë pyetje, qoftë se është, dhe të se ka dikush nuk don me edit, pavarësisht, le dërgon pyetjet edhe në TikTok, në mesazh, unë inshallah u përgjigjem. Por nëse vënohem me pak përgjigjen e të mirë kuptoj. Allah i shpërblet, Allah i shpërblet, Allah i zoti të ri, mashallah, Allah i bo me pejgamberler.
Amin ya Rabbi, gjithë inshallah. Allah shpërlet, Allah. Tamam, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxha na shtë nuk të, në nevoj me largu.